Rozana Radi ka filluar pushimet e saj pas një sezoni të stërladhshëm në Big Brother VIP Albania 4. Aktoria pasi doli nga ky kompeticion, vazhdoi punën e saj, por duke mos u ndalur fare me prurjet të reja edhe në muzikë. Së fundmi, ajo ka vendosur që të bëj pak ditë pushimi në plazh, por sipas Rozanës, këto pushime nuk është duke i shijuar fare nga se sapo ka shkuar në plazh, atë e ka zënë një grip apo ftohje dhe nuk po mundet fare të futet në ujë për ta shijuar ujin e detit. Por si duket Rozanës këto pushime i shkuan ters nga se si thot ajo, i ndodhi edhe një gjë tjetër që sipas saj i kanë humbur të gjitha bijuteritë që ajo mbante në Big Brother VIP Albania 4. Këto janë pamjet më të reja të Rozit nga pushimet e saj si e sëmur dhe pa bijuteritë e saj të bigut. Nga filluar pushimet, po kam sa ditë që jam vetëm smur, vetëm për t'u larë nuk po larë, nuk e di se qa po ndodhë me mua. Më ka humbur kuleta e gjithë bijuve që kam patur në Big. Nuk kam as vëtët e mi legjendar, as unazët, as varset, as gjë. E të mërshme. Dhe me thënë, kam filluar t'i ribëj nga fillimi. Dhe me thënë, mbush dhe njerë atë çantën e madhe të bijuve nga fillimi. Kështu që kush di se ku ka vëth të mëdhenj të çantë, bukur, naza, më mi dërgoni në inboxin tim. Një puth fort. Mirë, mos t'i qajmë shumë se i kisha vendosur 100 milion herë ato. Ja, për shumë kam marrë këto në shenjën time të horoskopit. Kam marrë një 4-5 palë. Kështu që këtu me pushime do përdor ato. Pastaj shohim se sa emra Instagramesh që merren me bizhu do më dërgonin edhe do ta ribëj përsëri pasurinë time të vëllëve.